Vetëm pak orë pas largimit nga gara e Big Brother VIP Kosova, Benita Zena është kthyer sërish në një nga emrat më të përfolur në rrjet. Edhe pse rrugëtimi i saj në shtëpinë më të famshme në Kosovë përfundoi në natën gjysmëfinale, duket se historia e saj mediatike sapo ka hyrë në një kapitull të ri. Eliminimi i saj erdhi në një moment delikat, kur publiku po përgatitej për finalen e madhe dhe tensioni ishte maksimal. Por, në vend që emri i saj të zbehej pas daljes, ndodhi e kundërta. Benita u rikthye menjëherë në qendër të vëmendjes fal një detaji që mjaftoi për të ndezur rrjetin. Rruga e Kombit dhe Tiranë-Pritna, sipas raportimit të publikuar nga Index Online, menaxheri i saj, Driton Nuhiu, ndau një video nga udhëtimi në rrugën e Kombit, arteria që lidh Kosovën me Shqipërinë. Në pamje shihej qartë lëvizja drejt Tiranës, ndërsa mbi shkrimi i videos ishte ai që ngriti menjëherë dyshimin. Tiranë-Pritna i shoqëruar me një emoji sekret. Në universin e reality show-ve, një mesazh i tillë nuk është kurrë i pafajshëm. Sidomos kur vjen menjëherë pas një eliminimi të bujshëm dhe në prag të një primjeji të rëndësishëm në Shqipëri. Apo shkon drejt Big Brother VIP Albania? Pyetja që po qarkullon më së shumti është e drejtë për drejtë. A do të shfaqet Benita sonte në një format të njohur televiziv në Shqipëri? Deri tani nuk ka një konfirmim zyrtar nga vetë Benita për një hyrje apo paraqitje në Big Brother VIP Albania. Megjithatë, koha e postimit dhe destinacioni i udhëtimit kanë qenë të mjaftueshme për të krijuar një val të madhe pritshmërie. Disa fansa aludojnë për një hyrje surprizë në shtëpi. Të tjerë mendojnë për një intervistë ekskluzive në studio. Ka edhe nga ata që spekulojnë për një projekt të ri televiziv që nuk ka lidhje direkte me formatin e Big Brother. Por fakti që gjithçka ndodhi menjëherë pas eliminimit e bën situatën edhe më intriguese. Pse interesi për Benitën është kaq i lartë? Benita nuk ishte një konkurrente e zakonshme. Që në hyrje, ajo u prezantua si një personazh me karakter të fortë, që nuk hezitonte të shprehte mendimet e saj. Deklaratat e saj shpesh u bën virale, ndërsa dinamika që krijonte në shtëpi e mbante vazhdimisht në qendër të diskutimeve. Mediat kosovare e kishin përshkruar si një figurë me potencial të lartë për të trazuar lojën. Edhe para hyrjes së saj në format, pritshmëritë ishin të mëdha. Publiku e shihte si një banore që do të sillte debat, energji dhe prani të fortë. Edhe pse nuk arriti të siguronte një vend në finale, rrugëtimi i saj nuk kaloi pa gjurmë. Përkundrazi, ajo u bë një nga emrat më të përfolur të sezonit. Eliminimi në gjysmëfinale, fund apo fillim? Natën e gjysmëfinales, pesëqja finaliste u kompletua pa Benitën. Ky moment shënoi përfundimin e aventurës së saj brenda shtëpisë, por duket se njëkohësisht hapi derën për një fazë të re. Shpeshherë, eliminimi në një moment kaq të avancuar e rrit edhe më shumë interesin për banorin. Publiku ndjen se historia e tij apo e saj mbeti pezull, se kishte ende gjëra për të thënë. Dhe kur menjëherë pas daljes vjen një lëvizje drejt Tiranës, kur rrjetet sociale mbushen me mesazhe misterioze, është e natyrshme që spekulimet të shpërthejnë. Surprizë televizive apo strategji mediatike? Në rrjetet sociale, komentet janë të ndara, do hyj në BBV. Intervistë e fortë sonte. Projekt i ri. Thjesht marketing. Në botën e showbizit, çdo lëvizje është e menduar. Një postim i tillë mund të jetë paralajmërim për një paraqitje televizive, por mund të jetë edhe një mënyrë për të mbajtur emrin në qarkullim. Fakti që nuk ka një konfirmim zyrtar e mban misterin gjallë. Dhe ndonjëherë, pikërisht ky mister është arma më e fortë mediatike. Tirana si skenë e re, nëse destinacioni është vërtet Tirana, kjo hap një kapitull të ri. Shqipëria ka një treg mediatik më të madh dhe më të ekspozuar. Një paraqitje atje do të thoshte zgjerim audiencë, rritje influencë dhe një hap përtej kufive të Kosovës. Për një figurë që sapo ka dalë nga një reality show, momenti është ideal për të kapitalizuar vëmendjen. Deri tani, asgjë e konfirmuar është e rëndësishme të theksohet se, deri në këto momente, gjithçka mbetet në kuadër të spekulimeve. Nuk ka një deklaratë zyrtare nga Benita që të konfirmojë një hyrje apo paraqitje specifike. Por mungesa e konfirmimit nuk e ka ndalur entuziazmin e publikut. Përkundrazi, e ka shtuar atë. Një emër që di të krijojë shumë Benita ka treguar se di të mbajë vëmendjen mbi vete. Qoftë brenda shtëpisë, qoftë jashtë saj, ajo ka arritur të jetë pjesë e diskutimit publik.
Eliminimi i saj nuk ishte fundi i historisë, ishte një kthes. Dhe tani, me një udhëtim drejt Tiranës dhe një mesazh që tingëllon si paralajmërim, Rieti është në pritje. A do të ketë një paraqitje surprizë? Një intervistë që do të zbuloj prapaskena? Apo një projekt të ri që do ta çojë karrierën e saj në një tjetër nivel? Për momentin, publiku pret. Dhe ndërkohë, emri i Benitës mbetet një nga më të komentuarit e mbrëmjes. Sepse në botën e reality show-ve, ndonjëherë loja mbaron brenda shtëpisë, por spektakli sapo fillon jashtë saj. Brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ku çdo fjalë peshohet 2 herë dhe çdo ndjenjë vihet në dyshim, një rrëfim i sinqert mund të trondit, po aq sa një debat i ashpër. Këtë herë nuk ishte një përplasje që mori vëmendjen, por një deklaratë që ndryshoi krejt atmosferën. Rogerti vendosi të flasë hapur me Livian. Në një moment relativisht të qetë, larg zhurmës së debateve dhe tensioneve të përditshme, ai u drejtua asaj me fjalë që dukeshin të menduara gjallë. Kam pëlqim për ty, por edhe ti besoj që më pëlqen. Që kur ke ardhur nga jashtë, besoj se më pëlqen, se ke ardhur me një qëllim këtu brenda. Je dhe vajzë e mirë. Një fjali që në dukje tingëllon e thjesht, por që në kontekstin e një reality show merr peshë të jashtëzakonshme. Një deklaratë mes ndjenjës dhe strategjisë. Në një ambient si ai i shtëpisë, ku izolimi amplifikon emocionet, çdo afrim mes banorëve shihet me lupë. Publiku e di që ndjenjat mund të lindin natyrshëm, por po ashtu e di që strategjia është gjithmonë e pranishme. Kur Rogerti i thot Livia se ka pëlqim për të, ai nuk shprehet thjesht për një simpati fizike. Ai përmend faktin që ajo ka ardhur nga jashtë me një qëllim. Kjo pjesë e deklaratës hap shumë interpretime. Apo e vlerëson ai për qartësinë dhe vendosmërinë? Apo nënkupton se e sheh si lojtare të fortë? Apo po përpiqet të krijojë një lidhje që mund t'i shërbejë edhe në lojë? Në një format si ky, ndjenja dhe strategjia shpesh ecin paralel. Livia në qendër të vëmendjes. Hyrja e Livias në shtëpi kishte krijuar menjëherë reagime. Si çdo banore që hyn më vonë, ajo përballet me një teren të konsoliduar, aleanca të formuara, miqësi të krijuara, rivalitete të ndezura. Të hysh nga jashtë do të thotë të hysh me informacion, me perceptim nga publiku, por edhe me sfidën për t'u përshtatur shpejt. Rogerti duket se e ka vënë re këtë. Kur ai thotë se ajo ka ardhur me një qëllim, ai në fakt po e njeh si lojtare të vetëdijshme. Kjo është një formë respekti brenda dinamikës së lojës. Por mbi të gjitha, ai e quan vajzë e mirë. Në një ambient ku shpesh përdoren etiketime negative, kjo fjali ka një ton ndryshe. Është një përpjekje për ta vlerësuar si person, jo vetëm si konkurrente. Reagimi i Livias. Një nga momentet më interesante në situata të tilla është reagimi i personit që merr deklaratën. Në një reality show, asgjë nuk është thjesht private. Çdo buzëqeshje, çdo hezitim, çdo shikim analizohet. A u befasua ajo? A e priste një rrëfim të tillë? A e ndau të njëjtin ndjenjë apo mbeti e rezervuar? Në këto situata, shpesh banorët përpiqen të ruajnë ekuilibrin. Një përgjigje shumë entuziaste mund të shihet si dobësi. Një përgjigje shumë e ftohtë mund të interpretohet si refuzim. Livia ndodhet përballë një zgjedhjeje delikate, të ndjek ndjenjën apo të mbrojë lojën. Romancë apo kapitull i ri strategjik. Historia e reality show-ve ka treguar se romancat janë ndër elementet më të fortë narrativ. Publiku lidhet emocionalisht me to. Çiftet krijojnë histori që mbajnë gjallë interesin javë pas jave. Por çdo romancë brenda një loje konkurruese është e dyfishtë, zemra dhe taktika. Nëse Rogerti është i sinqert, kjo deklaratë mund të jetë fillimi i një afrimi të bukur. Nëse në këtë ka edhe llogari loje, atëherë kemi hyrë në një kapitull të ri strategji. Ndoshta është pak nga të dyja. Sepse në një ambient ku emocionet janë të forta dhe presioni i madh, është e vështirë të ndash plotësisht ndjenjen nga interesi. Publiku, gjykatës i heshtur. Jashtë shtëpisë, publiku tashmë ka nisur të ndajë mendime. Disa e shohin si një moment të sinqert, të bukur dhe njerëzor. Të tjerë janë skeptik. Pse tani është pyetja që shumë bëjnë. Koha e deklaratës ka rëndësi. A erdhi pas tensioneve të fundit? A është një mënyrë për të ndryshuar imazhin? A është një përpjekje për të afruar me një banore që perceptohet pozitivisht?
Në realiti, çdo veprim ka kontekst. Rreziku i ndjeshmërisë në një lojë të fortë. Të shprehësh pëlqim brenda shtëpisë është një akt që kërkon guxim, sepse të bën të dukshëm, të ekspozon, të vendos në një pozicion vulnerabël. Nëse ndjenja nuk kthehet, rrezikon të lëndohesh emocionalisht dhe të dobësohesh në lojë. Nëse kthehet, mund të krijosh një aleancë të fortë, por edhe një shënjestër të dyfish për të tjerët. Çiftet shpesh bëhen objekt diskutimi, xhelozie dhe strategjie nga banorët e tjerë. Rogerti me këtë hap ka zgjedhur të dalë nga zona e sigurisë. Ndryshimi i dinamikës në shtëpi. Një deklaratë e tillë nuk prek vetëm 2 persona. Ajo prek gjithë grupin. Aleancat mund të rishikohen. Banorët mund të ndihen të përjashtuar. Mund të lindin tensione të reja. Nëse Livia dhe Rogerti afrohen më shumë, kjo do të ndikojë në vendimet e tyre, në nominime, në diskutime, në mbështetje publike. Çdo lidhje krijon një mikrounivers brenda shtëpisë, mes sinqeritetit dhe perceptimit. Ajo që e bën këtë moment të veçantë është mënyra si u formulua. Nuk ishte një deklaratë dramatike. Nuk kishte fjalë të mëdha apo premtime. Ishte e thjeshtë, direkte, disi e përmbajtur. Kam pëlqim për ty ndonjëherë, thjeshtësia është ajo që e bën një rrëfim më të besueshëm. Por në një format ku perceptimi është gjithçka, edhe sinqeriteti vihet në provë. Çfarë pritet më tej? Tani që fjala është thënë, hapi tjetër është vendimtar. A do të shohim më shumë afrim mes tyre? A do të ketë një bisedë më të thellë? A do të përfshihet kjo histori në prime dhe të analizohet publikisht? Në një shtëpi ku asgjë nuk mbetet private, çdo ndjenjë bëhet pjesë e spektaklit. Një moment që humanizon lojën. Mes debateve, tensioneve dhe strategjive, ky rrëfim sjell një dimension tjetër, atë njerëzor. Na kujton se përtej lojtarëve ka njerëz që përjetojnë emocione reale, që ndihen të tërhequr, që dyshojnë, që guxojnë të flasin. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse momente të tilla prekin publikun më shumë se çdo debat. Sepse në fund, loja mund të jetë për çmimin, por historia mbahet mend për emocionin. Dhe ky mund të jetë vetëm fillimi i një kapitulli të ri brenda shtëpisë, një kapitull ku zemra dhe strategjia do të ecin krah për krah në nënvëzhgimin e pandërprerë të publikut. Pas pamjeve të rënda që bën xhiron e rrjetit këtë mëngjes, ku Miri dhe Rogerti u pan duke intimiduar Shkëndritin, një tjetër detaj edhe më tronditës i është shtuar kësaj ngjarjeje, duke rritur reagimet e publikut dhe duke ndesur debate të forta në rrjetet sociale. Ajo që fillimisht u duk si një konflikt i zakonshëm mes banorëve, shumë shpejt mori për masa shqetësuese, duke u kthyer në një nga momentet më të diskutuara të këtij edicioni. Por këtë herë, ajo që i ka lënë të gjithë pa fjalë nuk ka qenë vetëm sjellja e banorëve, por vetë reagimi i produksionit dhe mënyra se si ata kanë vendosur të menaxhojnë situatën. Ky veprim ka habitur publikun dhe ka ngjallur shumë pikpyetje mbi arsyet dhe mesazhin që qëndron pas kësaj zgjedhjeje. Në një veprim mjaft të rrallë dhe të paprecedent, ka qenë pikërisht faqja zyrtare e Big Brother VIP Albania që ka vendosur të publikojë në rrjetet sociale pamjet e plota të incidentit. Ky vendim është konsideruar nga shumë ndjekës si një formë transparence totale ndaj publikut, ndërsa të tjerë e kanë parë si një veprim të fortë që synon të tregojë qartë shkeljet e rënda të rregullave brenda shtëpisë. Publiku është mësuar që zakonisht produksioni të shmang transmetimin e situatave të tilla ose t'i censurojë ato për të mos promovuar dhunën apo për të ruajtur etikën e formatit. Për këtë arsye, publikimi i plot i pamjeve ka shkaktuar reagime të shumta, me shumë ndjekës që janë shprehur të habitur nga vendimi për të treguar çdo detaj të incidentit pa ndërhyrje. Në videon e re të publikuar tashmë zyrtarisht, shihet qartë momenti kur situata tensionohet ndjeshëm dhe Miri kalon çdo kufi të komunikimit normal, duke shkelur jo vetëm rregullat e formatit, por edhe normat bazë të bashkëjetesës. Sipas pamjeve, ai afrohet Shkëndritit me një qëndrim kërcënues dhe përdor tone shumë të ashpra, duke kaluar në kërcënime të drejtpërdrejta fizike dhe më jetë. Në video dëgjohet qartë momenti kur ai i drejtohet Shkëndritit me fjalët: "Të mbys këtu të mbys", një deklaratë që ka tronditur publikun dhe ka ngritur shqetësime serioze mbi sigurinë dhe respektimin e rregullave brenda shtëpisë. Reagimi i Shkëndritit në ato momente duket i tensionuar, ndërsa situata përshkallëzohet dhe banorët e tjerë shfaqen të shqetësuar nga ajo që po ndodh.
Pamjet tregojnë gjithashtu atmosferën e rënduar që krijohet në shtëpi pas incidentit, ku tensioni ndihet qartë mes banorëve dhe situata duket jashtë kontrollit për disa momente. Disa prej banorëve shfaqen të habitur, ndërsa të tjerë përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën dhe për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit. Publikimi i këtyre pamjeve ka ndezur menjëherë reagime të forta në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës kanë kërkuar masa të menjëhershme ndaj sjelljeve të tilla dhe kanë diskutuar mbi përgjegjësinë e banorëve dhe të produksionit. Disa e kanë vlerësuar transparencën e treguar, duke thënë se publiku duhet të shohë realitetin e plotë të asaj që ndodh brenda shtëpisë, ndërsa të tjerë kanë shprehur shqetësim për nivelin e tensionit dhe agresivitetit që është shfaqur. Ky incident ka ngritur gjithashtu diskutime mbi kufijtë e lojës dhe mbi presionin psikologjik që përjetojnë banorët gjatë qëndrimit të tyre në izolim. Shumë ndjekës kanë komentuar se tensioni i vazhdueshëm dhe konkurrenca e fortë mund të ndikojnë në sjelljen e banorëve, por kanë theksuar se kërcënimet fizike nuk duhet të tolerohen në asnjë rrethan. Ndërkohë, mbetet për tu parë se çfarë masash do të merren pas këtij incidenti dhe si do të ndikojë kjo situatë në rrjedhën e lojës dhe në marrëdhëniet mes banorëve. Ky moment ka lënë një gjurmë të fortë në dinamikën e shtëpisë dhe pritet të ketë pasoja të rëndësishme për të gjithë protagonistët e përfshirë. Një gjë është e sigurt, ngjarja ka tronditur publikun dhe ka rritur edhe më shumë vëmendjen ndaj zhvillimeve brenda shtëpisë, ndërsa debatet mbi kufijtë e sjelljes, përgjegjësinë dhe drejtësinë në lojë vazhdojnë të jenë në qendër të diskutimeve. Dera e lavanderis e u hap dhe Selim ndaloi, sytë e Irane mbi Selin dhe Gimbos, të cilet ishin shumë pranë njëri tjetrit. Dora e tyre ishte një premtim i heshtur. Nuk e disha che lavanderia ishte bere vend takimesh romantike, da Selim me nxje buzekeshje te holle. Gimbo u përgjigj këte, thjesht po prisnim robat. Ishte dashuri. Gimbo tha, dashuria nuk ishte thjesht emocion, ishte guksimi për të kene i pambrojtur pranë dikujt. Selin u nxje e kete. Unë nxjehem e kete me te, tha ajo. Zhurma e makinave u zhduk para vertet e sise së tajre. Dashuria nuk zgjedh skene, vazhdoi Gimbo. A gjo ndodh edhe me zgjurmes se makinave, nishte nxje zgjedhje, qdo dita. Unë të zgjedh ti, idha aj, dhe Selin ju përgjigj, edhe unë të zgjedh ti. Dashuria nuk shpertën gjithmonë me bugje, ndon gjëhere a gjo tesht kendron, mes robave ke rotulohen dhe duarve ke nuk ndahen. Droni kë erdi pejër Selinën dhe Gimbon solin gjë moment shumë të forte emocional në shtëpi, duke mbledur të gjithë banoret me kuriozitet. Selina dhe Gimbo u duken shumë të emocionuar, duke buzekeshur dhe shigjuar që do sekonde të vëmendjes ke pomernin. Por ndërkohë e kja të gajzonin, miri duke i krejt ndryshe. E këndron të largë, me një fytyre serioze që tregonte se diçka nuk po i pelkente. Miri fillot të shfaq të shenja nervozizmi dhe kshelozi që nuk po arrin të tafshite, duke krigjuar një tension të dukshem në ambient. Banorejt e qere e vunere ke të ndryshim, sa me shume ke Selina dhe Gimbo keshnin, ak me i tensionuar duke i miri nga brenda. Kjo situatela të kuptohej se marrëdhëniet në shtëpi mund të ndryshojnë në pas këtij momenti të forte emocional, po ju si e shihni reagimin e mirit, a ishte kselozia po diçka që tërë, na tregoni në komente, shihemi se shpejti.